Specialistët për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin AS, 36 vjeç, banues në Sarand. Pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasi GA se ky shtetas kishte publikuar në aplikacionin TikTok një video të djalit të tij 23 vjeç pa pëlqimin e këtij të fundit, duke ekspozuar jetën e tij private. Gjithashtu, gjatë kontrollit në subjektin ku punonte shtetasi AS, u konstatua se pronaria e këtij subjekti shtetasi ASM 42 vjeçe, ushtronte aktivitet tregtar pa kas fiskale dhe me punëtor të pasiguruar. Në vijim të veprimeve ndaj saj nisi procedimi penal në gjendje të lirë. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin CB 20 vjeç, banues në Sarand. Pasi gjatë kontrollit fizik u gjet dhe u sekuestruar një sasi lëndë e dyshuar narkotike e llojit kanabis. Këtë të mërkurë në spital është paraqitur për ndihmë mjekësore një shtetase e mitur 17 vjeçe, e cila dyshohet se ka konsumuar një sasi medikamentesh në banesë. Ajo do të transportohet në Tiranë për ndihmë të specializuar mjekësore. Grupi hetimor po kryen veprimet për zbardhjen e plotë rrethanave të këtij rasti. Materialet u referuan prokurorisë për veprimet të mëtejshme.